Arber Hoxha ka shënuar sot për herë të parë në karrierën e tij në një ndeshje të Ligës së Kampionëve. Sulmuesi i kombëtares shqiptare la shenjën e tij në ndeshjen e play-off që Dinamo Zagreb luajti në Norvegji përballë Viking Vendas. Goli i Hoxhës erdhi në minutën e 10 të ndeshjes në mënyrën e pazakontë për të. Ansori i sulmit njihet për driblimet e tij dhe gjuajtjen e fortë që ka, por goli i tij i parë në Champions erdhi me një gjuajtje me kokë. Hoxha më parë kishte shënuar në arenën ndërkombëtare vetëm në Ligën e Konferencës në edicionin 2023-2024. Al Jazeera ka arritur marrëveshjen për Christian Aslani nga Interi në formë huazimi fillestar me mundësi blerje. Lajmi është konfirmuar nga vetë eksperti i Mercatos Fabrizio Romano. Marrëveshja midis palëve është arritur për 2 milion eurosh plus klauzolën e mundësisë së blerjes me vlerë mbi 5 milion euro. Tashmë gjithçka është e kryer dhe firma e mesfushorit të kombëtares Kuqezi me shejkët e Emirateve të Bashkuara Arabe pritet të vijë në ditët në vijim. Andi Hadroj i ka dhënë lamtumirën skuadrës së FC Policia në kampionatin ukrainas të futbollit, duke ndërprerë me marrëveshje disa ditë më parë akordin që kishte me klubin ukrainas. Mbrojtësi nuk aktivizoi rregullisht në Ukrainë dhe përfundoi në radhët e skuadrës së dytë të klubit që e bleu nga Partizani. Tashma i bëhet gati për një aventurë të re, por përpara saj, Hadroj ka zgjedhur që nëpërmjet rrjeteve sociale t'i jepte një mesazh lamtumire klubit ku kishte kaluar 2 vitet e fundit. Gjatë kohës sime në FC Policia, kam ndarë shumë përvoja që do t'i kujtoj gjithmonë. Jam mirënjohës ndaj të gjithëve në klub që më mbështetën gjatë gjithë këtij udhëtimi, dhe veçanërisht ndaj Zotit Butkeviç për besimin, mbështetjen dhe respektin e tij. I uroj klubit, lojtarëve, stafit dhe presidentit suksese të vazhdueshme dhe gjithë të mirat në të ardhmen. Faleminderit për gjithçka, shkruante Hadroj. Edhe pse nuk aktivizohej rregullisht, lojtari u grumbullua nga trajneri Maran për 2 ndeshjet miqësore të muajit qershor të Shqipërisë. Trajneri i Ipswich, Gary O'Neill, nuk kurse u lëvdatat për Anis Mehmetin pas ndeshjes parë në kampionat ndaj Sunderlandit, edhe pse nuk përfshiu as në 18-vjeçë lojtarin. Ka qenë i shkëlqyer për mua në fazën përgatitore, ai ka punuar jashtëzakonisht shumë çdo ditë. Ishte një vendim shumë i vështirë për t'u marrë, sepse nuk mund të kërkoja më shumë prej tij, tha O'Neill për lojtarin. Por këto deklarata nuk fshehin më faktin se Ipswich kërkon t'i gjejë një sistemim sulmuesi të kombëtares shqiptare. Vendimi i fundit i trajnerit e konfirmon këtë. Ipswich luan sot në Kupën e Ligës përballë Leicesterit dhe trajneri ka preferuar të aktivizojë në këtë ndeshje disa lojtarë që nuk u preferuan në kampionat. Por Mehmeti nuk është preferuar as në formacion dhe as në pankinë, duke bërë të qartë kësaj se nuk hynte zgjedhjet e trajnerit. Për lojtarin janë interesuar disa klube në Championship si Wrexham, Birmingham, Millwall dhe Derby County, që janë të gatshme të sigurojnë shërbimet e tij.